Atëherë përshëndetje, po trajtojmë sot rrethin. Rrethi është një koncept që e kemi asur edhe në klasat e mëparshme. Po fillojmë fillimisht me përkufizimin e rrethit. Rreth do të quhet bashkësia e pikave të planit të baraslarguara nga një pikë e vetme, të cilën do ta quajmë qendër e rrethit. Pra, nëse e shohim, ky është një rreth. Rrethi, vija që rrethon rrethin, është e përbërë nga një bashkësi pikash të pafundme, të cilat janë të baraslarguara nga një pikë e vetme, nga pika O, e cila quhet qendër e rrethit. Rrezi të rrethit do të quhet segmenti që lidh qendrën e rrethit me një pikë të tij. Kështu për shembull, M-ja është një pikë e rrethit, B-ja është një pikë e rrethit, N-ja, M-ja, gjithashtu janë pika të rrethit. Atëherë segmentet që bashkojnë qendrën e rrethit me një pikë çfarëdo të tij do të quhen rrezë e rrethit. Rrezet do të jetë OB-ja, do të jetë OA-ja, ose ON-ja, OM-ja e të tjerë. Fillojmë me përkufizimin e kordës. Korda e rrethit do të quhet segmenti që bashkon dy pika çfarëdo të tij. Marrim dy pika çfarëdo në rreth, duke i bashkuar me njëra tjetrën, formojmë atë që quhet kordë. Për shembull, M-ja dhe N-ja janë dy pika në rreth, duke i bashkuar me njëra tjetrën, marrim kordën MN. A-ja dhe B-ja janë dy pika në rreth, duke i bashkuar marrim kordën AB. Dhe në këtë mënyrë, duke bashkuar çdo dy pika të rrethit, marrim një papunësi kordash brenda tij. Diametër të një rrethi do të quajmë kordën më të gjatë të rrethit, dhe korda më e gjatë e rrethit është ajo kordë e cila kalon nga qendra e rrethit. Pra, në këtë rast, AB-ja do të ishte diametër ose korda më e gjatë e këtij rrethi. Ajo kalon nga qendra dhe meqense OA-ja dhe OB-ja janë rreze, atëherë diametri vetën do jetë i barabartë me dy fishin e rrezës, pra 2 rreze. Kalojmë tek perimetri. Perimetër i rrethit do të quhet gjatësia e harkut të rrethit. Pra, gjatësia e të gjithë harkut që përcakton rrethi do të quhet perimetër i rrethit. Formula për llogaritjen e perimetrit të rrethit do të jetë 2 fishi i pi r, ku pi-ja është konstantja, që e kemi marrë me përafërsi 3/14, ndërsa r do jetë rrezja e rrethit. Sipërfaqja e rrethit do të quhet sipërfaqja e kufizuar nga harku që përcakton rrethi. Pra, e gjithë sipërfaqja brenda, e cila përcaktohet nga harku që cakton rrethi, do të quhet sipërfaqja e rrethit. Dhe lidhur me formulën për njësimin e sipërfaqes së rrethit, kemi thënë që sipërfaqja është prodhimi pi-së shumëzim rrezën e rrethit të ngritur në katror. Ose një përkufizim tjetër për sa i përket sipërfaqes së rrethit, atë mund të thoshim është bashkësia e të gjitha pikave të rrethit dhe të gjitha pikave që ndodhen brenda tij. Pra, bashkësia e gjithë pikave të rrethit dhe ato brenda tij do të bënin të mundur të gjejmë sipërfaqen e rrethit. Sektor qarkor, kalojmë në përkufizimin e sektorit qarkor tani, është pjesa e qarkut që kufizohet nga dy rreze të rrethit. Shohim ke figurën poshtë. Pjesa e qarkut, qark është i gjithë rrethi, pjesa e qarkut që kufizohet nga dy rreze të rrethit do të quhet sektor qarkor. Shohim të pjesën e vizuar këtu. Kjo do të ishte një sektor qarkor, sepse kufizohet nga dy rrezet OB dhe OA. Tjetër sektor qarkor mund të ishte kjo pjesa e gjitha këtu poshtë, që kufizohet nga OM-ja dhe ON-ja, ose mund të ishte kjo pjesa këtu, që kufizohet nga OA-ja dhe OM-ja. Të gjitha këto janë sektor qarkor, pra janë pjesët e rrethit që kufizohen nga dy rreze të tij. Më pas, kalojmë në përcaktimin e harkut rrethor. Harku rrethor është pjesa e rrethit e kufizuar nga dy pika. Në figurën tonë, po marrim për shembull pjesën e rrethit të kufizuar nga pikat A dhe B, pra pjesën vetëm të vijës që rrethon rrethin, pra pjesë e rrethit. Ky do të quhet një hark rrethor AB dhe e shënojmë si në figurë AB
me një hark sipër, ose një hark tjetër rrethor do të ishte vija që fillon nga A deri ke M. Kjo pjesa këtu do të quhet hark rrethor. BN-ja prap do të quhet hark rrethor, ose NM-ja do të quhet hark rrethor. Të shohim tani se si do të gjejmë gjatësinë e harkut rrethor. Atëherë, për të dalë kjo formula e njësimit të gjatësisë së harkut rrethor, shohim. Për të gjetur sipërfaqen e të gjithë sektorit rrethor, pra të gjithë rrethit, kemi gjatësinë e gjithë rrethit, pra perimetrin, kemi thënë që është i barabartë me 2πr. Pra perimetri, gjatësia e gjithë qarkut, është 2πr. Por ne duam gjatësinë vetëm të një pjese, pra të harkut rrethor. Atëherë nga 2πr-ja, për të gjetur gjatësinë e një harku që i cakton 1 grade, me qënë se i gjithë rrethi është 360 grade, për të gjetur gjatësinë që i cakton 1 grade, do kemi 2πr përmbi 360. E kemi gjetur gjatësinë e harkut për 1 grade, por për n grade, në qoftë se ne kërkojmë n grade, atëherë do kishim për 1 grade shumëzim n, që do thotë 2πr n përmbi 360. Por 2 e rreze bëjnë diametrin, sepse diametri është 2 rreze. Atëherë pi diametër n përmbi 360. Kjo do ishte gjatësia e një arku, formula për njësimin e tij. Sipërfaqja e sektorit qarkor. Thamë edhe një herë që sektori qarkor ishte pjesa e gjithë qarkut e cila kufizohet nga 2 rreze. Dimë që sipërfaqja e përgjithshme është πr në katror për 360 grade. Për ta gjetur për 1 gradë të vetme, πr në katror do ta pjesojmë me 360. Kemi gjetur për 1 gradë sa është sipërfaqja, atëherë për n gradë do ta shumëzomin me n. Dhe do kishim πr në katror n përmbi 360 gradë. Kjo do ishte formula për gjetjen e sipërfaqes së sektorit qarkor. Kalojmë mëtej tek perimetri i sektorit qarkor. Sektori qarkor është kjo pjesa e vizuar këtu, ose edhe pjesë të tjera nëse do kërkojmë sektorë të tjerë qarkor. Për perimetrin kemi thënë që perimetri në figure është shuma e brinjve që e rrethojnë figurën. Në këtë rast, tek sektori qarkor, për të gjetur perimetrin, do na duhet të mbledhim 2 rrezet, OB-ja dhe OA-ja, sepse rrethojnë në sektorin qarkor përkatës, pra këtu, dhe harkun rrethor AB. Pra për gjetur perimetrin duhet të mbledhim harkun rrethor AB, rrezen OB dhe rrezen OA. Më pas, do kalojmë në përkufizimin e segmentit qarkor. Segment qarkor quhet zona e kufizuar nga një kordë e rrethit dhe harku që përcakton ajo në rreth. Shohim, segment qarkor në rrethin përkatës, kemi marrë të pjesën e vizuar këtu. Kjo pjesa e vizuar quhet segment qarkor, sepse kufizohet nga korda MN dhe harku MN që ajo përcakton. E gjitha kjo pjesa e vizuar këtu do të quhet segment qarkor. Për të gjetur perimetrin e segmentit qarkor, do të duhet të mbledhim kordën MN dhe harkun MN. Ndërsa, për të gjetur sipërfaqen e këtij sektori qarkor, për gjetur sipërfaqen e segmentit qarkor, do të gjejmë sipërfaqen e sektorit, pra sektori është i gjithë ky, OMN, sektori qarkor, minus sipërfaqen e trekëndshit OMN, qose nga sektori do hiqim trekëndshin, atëherë do na mbeti segmenti qarkor. Po kalojmë tani në trajtimin e disa ushtrimeve për të qartësuar më tepër konceptet rreth rrethit. Atëherë, shohim. Ushtrimi i parë. Syprina e një qarku është 200 m2, thotë, të gjeni diametrin e rrethit. Atëherë, diametri na kërkohet pikë pyetje. Syprina është 200 m2. Atëherë, dim që për të gjetur diametrin duhet të di rrezen e rrethit. Diametri është 2 fish i rrezës, 2r. Atëherë, nga sipërfaqja, nga formula e sipërfaqes, unë mund të gjej rrezen. Di që sipërfaqja ka formulën πr në katror dhe e gjithë sipërfaqja është 200. Atëherë barazoj 200 ta baraz me πr në katror
më duhet rrezja. Atëherë, nxjerr fillimisht si subjekt rrezën në katror, e cila është 200 përmbi pi. Pi-n e marrim me parafërsi 3/14, që do thotë baras me 63/6. Rrezja në katror 63/6, rrezja vetë do jetë rënja katrore 63/6, e cila me parafërsi na del 7/9 metër. Diametri është 2 fishi i rrezës, që do thotë 2/7/9 baras me 15/8 metër. Kjo do ishte diametri i rrethit të kërkuar. Ushtimi i dytë. Tregoni thotë që perimetri i figurës është πr. Na jepet kjo figura këtu, ku është një gjysmërreth i madh dhe 2 gjysmërrethë të vegjël. Na kërkohet perimetri i figurës së vizuar. Figura e vizuar, perimetri është shuma e brinjve që rrethojnë atë ose vijave. Atëherë në këtë rast do kishim gjysmëharkun e poshtëm plus këtë gjysmëharkun e vogël këtu plus këtë gjysmëharkun e vogël këtu. Atëherë, e gjithë kjo distanca është L, por kjo përket me diametrin e gjysmërrethit të madh. Çka do thotë që rrezja e gjysmërrethit të madh e këtij do ishte L të dytat. Por L të dytat, kjo gjysma këtu L të dytat, është diametër për gjysmërethin e vogël, që do thotë rrezja është gjysma e diametrit, që do thotë është L të katërtat. Pra rrezja e madhe është L të dytat për gjysmërethin e madh, kurse rrezja e vogël për gjysmërethet e vegjël është L të katërtat. Atëherë perimetri do ishte, për të parin, nëse do ishte rrethi plot, perimetri do ishte 2πr. Por meqense është gjysmërreth, perimetri do jetë 2πr përmbi 2. Ra e madhe gjithmonë se po flasim për rrethin e madh. Atëherë, perimetri i këtij rrethi të vogël do ishte prap 2πr e vogël, por meqense është gjysmërreth, atë vija këtu do ishte 2πr e vogël përmbi 2. Plus e njëjta gjë për këtë sepse është i njëjti rreth, 2πr e vogël përmbi 2. Por, dyshin me dyshin thjeshtohen dhe këtu dhe këtu dhe këtu, atëherë rrezja e madhe ishte L të dytat. Atëherë pi L të dytat plus rrezja e vogël është L të katërat, pi L të katërat plus pi L të katërat. Atëherë duke faktorizuar pi-n, do kemi L të dytat plus L të katërat plus L të katërat baras me L. Atëherë pi R L. Ky do ishte perimetri i kësaj figure. Ushtimi 3. Gjeni syprinën e segmentit qarkor të mëposhtëm. Atëherë kemi të dhënë këtë segmenti qarkor këtu, i cili është i vizuar. Për të gjetur syprinën, thamë syprina e segmentit qarkor do gjendeshet duke bërë diferencën e syprinës së sektorit qarkor, pra të gjithë pjesës, minus syprinën e trekëndshit. Atëherë, syprina e sektorit qarkor minus syprina e trekëndshit AOB. Syprina e sektorit qarkor e dim që gjenden nga formula pi r rrezë në katror rn përmbi 360 gradë. Këtu kemi të dhënë AB në 16 cm, kemi rrezën OB dhe OA 10 cm, kemi këtë lartësinë e trekëndshit 6 cm dhe këndin e sektorit qarkor 106 gradë. Atëherë, pi r në katror n përmbi 360, pi r 10 që është rrezja në katror, r gradët 106 përmbi 360, nga del 92/5 cm². Kjo do ishte sipërfaqja e të gjithë sektorit qarkor. Tani duhet gjejmë sipërfaqen e trekëndshit në mënyrë që pastaj të bëjmë diferencën. Sipërfaqja e trekëndshit është baza e lartësi përmbi 2, që do thotë baza është AB-ja, që kemi të dhënë këtu 16 cm, e lartësia 6 përmbi 2, që do thotë baras me 48 cm². Atëherë sipërfaqja e segmentit qarkor do të ishte 92/5 minus 48 baras 24/5 cm². Kjo do ishte sipërfaqja e segmentit qarkor. Vazhdojmë edhe me shembullin e fundit për këtë rast. Gjeni thotë me saktësi syprinën e figurës përbri. Atëherë duhet të gjejmë syprinën e pjesës së vizuar. Në qoftë se shohim,
Në këtë figurë kemi të bëjmë me dy sektorë qarkor, sektori i madh qarkor dhe sektori i vogël qarkor, ku të dy përbëjnë në këtë unazën e vizuar që ne duhet t'ja gjejmë sipërfaqen. Kemi të dhënë këtë pjesën këtu 2 cm dhe e gjitha pastaj, pra që përket me rrezën e sektorit të madh, është 10 cm. Pra rrezja e sektorit të madh 10, meqense kjo pjesa e vogël është 2, bie që rrezja e sektorit të vogël, kësaj pjesës së bardhë, është 8 cm. Atëherë, sipërfaqja e pjesës së vizuar do të ishte sipërfaqja e sektorit të madh qarkor minus sipërfaqen e sektorit të vogël qarkor. Sipërfaqja e sektorit të madh qarkor dhe të voglit qarkor do gjendem me formulën πr/4 e n përmbi 360. Por, duhet të dim këndin. Meqense ky këndi këtu është 135 gradë, atëherë i gjithi është një kënd i plot 360 minus 135 ky, mbetet këndi i brendshëm këtu i sektorit qarkor 225 gradë. Atëherë, sipërfaqja e sektorit të madh do të ishte pi r e madhe në katror e n përmbi 360. R-ja e madhe është 10, atëherë 3 presë 14 erë 10 në katror erë në që kemi 225 këndin e brendshëm këtu përmbi 360 baras 196 cm2. Sipërfaqja e sektorit të vogël qarkor do të ishte pi erë r e vogël në katror erë n përmbi 360. R-ja e vogël thamë është 8, sepse është 10 minus 2, kjo pjesa këtu mbetet 8. Erë 225 përmbi 360 baras me 125 cm2. Atëherë të shohim, sipërfaqja e vizuar është sipërfaqja e sektorit të madh minus sipërfaqen e sektorit të vogël qarkor, baras me 196 minus 125 baras me 71 cm2 do të ishte sipërfaqja e pjesës së vizuar.